E ju thash ma herët, nëse të dashur ku jeni, qëtu, ju thash ma herët që mbrëm në platformën që thonë në Shqipni YouTube, ka dal albumi Maj Rivi, Shaka Dalën, që thonë në përshret. Maj Rivi, Shaka Dalën. Përshëndetje, po thot, a është i vërtet skandali me drejtorin e shkollës fillore Pjetër Bogdani në Demjan, me vajzë e mitur, anonim ju lutëm. Qysh është e vërtet, më s'pëtku. Qërë me i vidon qysh është e vërtet, shakot pa vërtet aty. Do më thonë, ku për dyshën, në cilën pjesë për dyshën të videos. A është gjithë shka live aty, jeni tu e po mirë, më vje shumë keq, që ka në mesin tona si loj, njerëz. Për të zot me të mira tuja. E në mesin ton është Ardita Fashiku dhe Olin Komoni. Ej, pa ta lujt në ta vukin në. Mua përse më vetëm sot. A pagunin vlla. Vullnet qëtu pakës në paskelon, që ka thonë vel sa mirë ki boq ato, bravo, vullnet, mirë ka punën. Qashja ka njësë vullneti që ja 35 jetë. Mishte me të dashur, mirë se erdhët edhe urime për albumin Ulend, edhe urime për albumin Ardit, një album i shumë pritur në vlla, një album të cilin edhe pak kena milshu, veç sot i bojmë ja 2 pyetje të para. Qysh ke Ardit nota e promshme për ty pas publikimit, stres a lehtësim? Me të regu drejtën Edi, në radhë por mirë sy gjetëm. Si jeni, e një mirë, Arditi. Se gjetëm, mirë se erdhëm. Edi me të regu drejtën u konë gogja siklet se do më thëmë dihet që platforma YouTube është platformë internacionale dhe për fatë keq ka herë Kosovën nuk e detekton e di këtë problematik cila është problem shumë i madh. Shumë kemi hekë se projekti ka pas me dalë në orën 19, po tash në të regu drejtën nuk e kum ditë që i ka ndryshu regullat YouTube-i, do më thonë kërkonte kodin, verifikimin, po ja 4 orë të mira u lodhem, po s'ka lidhe ma në fundull. E rëndësishme është që në Kosovë për ka zgjedhje shpesh. E për këto probleme tash të shkush këto janë YouTube-i, o bot jo me një YouTube. Kap marrë votoni aty çdo 2 muj. Ardit, unë edhe pak kem ka mundona me gjetë këto. Tash s'pedi qysh veç pak, sa shëm del, me siguri duna me njoftën, jo. Që aty pogi, e treta. Veç pak. Ora dyta, treta. E kujli. Ç'kjo? Po. Jo, s'është. Jo, s'është, ja. Po më. Ç'kjo, a? Po. Ti qa pra që të njësime? Kjo është që 4 vjetë? Jo. Jo, më unë jem ka shoqë që të rësën të vite. Që aty, a? Ç'kjo dhe? E, mirë, a qesim dole ka? Jo, na duhet një që dalim dole. E dalim në qitje. Dalim në qitje në dole, se do në mi pa dhe publiku. Animujmë dërkomi në i qëtë kongë, dytën e qesim dole. Ngoni veç pa. Që shkruva më? Arditi jam amirë të atje. Ma, që shkruva? Pol marë? Që në kërë? Heq më së më galëzoni, po mani... Qëkjo? Okej. Mirë, kjo është vetëm një konga? Jo, është kolor 27 minuta. Okej, super. Atëherë ta qesim pakës në dalje edhe kthehemi bisedës. Dhe mi pa dhe vendin, së është gjiru me një super ambient. S'ka jetë pa dashuni, të dashurojmë se jetë
qel me në qesi për ty natën o flakën des. Zakonisht them kështu. Do me thonë si zakonisht kena probleme kështu me rrjetin, Ardit dhe Olend, po e zgjidhen këtë problem. Këto zakonisht na bën fidani. Kur na shoj muzika, ky na nala të poshtë trak dhe me ju më sërshoni muzikë sërshoj une. Dita pse më na bën si gjeste. Ardit, çka ka ndryshimesh ky album prej projekteve të mëparshme? Po vetë fjala edhe kur kena kur fillumi punu projektin, vetë fjala e kuj liber, se njerët kanë kujtu abdin mesosh në konge jotja ose abdin E jam ja? për mua po fles. Edhe o kon ideja që kështu të regu, do më thonë vetë fjala e kuj liber i na mundu mi bu një farloj kolazhi, një farloj mixit kongve, do më thonë para 90-ave, viteve pas 2000 edhe kong të ditëve të sotme. Edhe vetë anëtarët e bendit jenë kon me mosha të ndryshme, më thonë pi gjeneratës 18 vjeçare deri s'pa foli. Deri aty kur nuk i ngjeni. Po. Deri ku si njejmë mo. Edhe për çfarë arsye, do më thonë që kjo ka mujtë më koni fralloj ndryshimi pi projekteve tjera. Edhe i na mundu mi sjell disa kongë që jënë harru në atë kuptimin Miri kujtu njerëzve se ka emocione, po ka me një farlloj verzioni tjetër. Vesh e para më japi nostalgji, domethënë ma kujtoj kur që ajo kongë ka qenë shumë hit çatëherë. O kon koha kur në qabrat nel të boke shumë naja mirë, domethënë. Edhe u kon një farë, non që një ka dëni mi mytë në juj. Sa kohë të ka dasht Ardit për mi realizu dhe sa është Arditi i vjetër mrena këti albumit. Se për këtë përgatitjeve në ka zgot, vetëm prova në ka zgot, dhe më thonë ja 2 javë dit, 3 javë. Edhe se për këtë sa është Arditi i vjetër, është një farloj pra për thëmë një farloj miksi se shumica njerëzve thonë për shembull, Ardit ti këndon popullore, apo din, disa tjerë për shembull thonë, ti pe këndon aktuse, apo më kupton. Po të mos ti apo din që aty kena bën një farloj miksi për mi po njerëz që janë këtë llojet, po normale muzikës normale. Olend, po më intereson me Arditin, a është lehtë me punu? A është artist i lehtë apo është asi perfeksionist që tash. Çush është me punu me Arditin? Me detoja. Është për mua është lehtë, edhe unë jam çasilte me gjie. Po. Edhe na kemi i farë bërthane bashkë. Funksiononi mirë. Nisim senet bashkë, kena ide to es me kërdi ku to pini kafe, na kujtohet diçka shkruajm. Mas ne unë kam edhe djem për mas që më i u shpresoj ato ide të bendit. Po. Edhe ata japin ide të mira shumë. Domethënë gjithçka është komunikative. Po, është lehtë. Ka njëherë edhe di mu sa kru, po për të mirë, se që ashtu vini ide të mirë. Me bumi pomëret ku gjunë me akorde, C dure, G molle. Ai gjeta unë do akorde i ditë, keken, shalupën ato keken. Gjoja të akordeve. Geja, shalupën të ju, zdihet. Son ndikim ki Olend në përzgjedhjen e aranzhimeve muzikore të Arditit. Domethënë, a ki ndikim dhe sa ki ndikim? Maj që po Arditin mund të më përgjigj më mirë, po besoj që një farë identitet e kemi kriju bashkë moti që kena nisë, do më thonë ndër bashkëpundimet. Na njihem prej shkollës mesme gjimnaz, po kur kena fillu mi bo këto identitetin ose shaqëtatëriun, kemi fillu veç me një gitarë, shu të shemi sot e ti, shumicën, do më thonë që to sene që e bëjmë në qëto, më nëna tash me transmitu, edhe një farë ndikimi e kam, po kam edhe muzikantat mirë për rreth, që pranoj ide shumë. Edhe ata pak mu si unë ma i vjetër, ma i madhë. Unë tasha pëngojnë të rritë dy blej do ide për tëne, edhe po më nëjë që di bazë e mirë është të shtunë e prej meje. Unë gjithashtu të komplimentoj se e di shumë mirë, po më intereson, a ka një moment gjatë punës për albumin që keni bo, ku ke thonë, aty ka shumë kongë, cilat sash do kena me lëshu dhe diçka, vishtë ta shojma është gjithë shka në regull, po a ka nëj moment ku ki thonë
që kinal na shta dhe provën këtu ç'kjo ka më godit fort, për shembull. Ç'kjo është pak më mirë se ç'kjo. Pa, po e kom unë do më për zemrën ashtu Po. do kom këtu, edhe disa tjerë kom lënë madh ato në djemve tjerë. Hajde, aranxhoni edhe jo, se merrni çdo ju për bazë, pidojmë si punë. Po. Domethënë përveç produktit final, çka u bë aty mirë, u bë që u kriju edhe një lloj komunikimi i ri, një lloj komunikimi mes aktorëve që ka kriju edhe kulturë, si më Po. thonë, çu funksionon një band, çu shkojnë provat, se serioziteti çu të kesh. Se na mos shumicën në kohë si na mësua dhe ti një hapë vjet ti çu po mbledhen po bëjmë dikush me dvella, dikush me dvella. Se cili ka jap si më thon kontributin e vet. Po më intereson Ardita ka në mesin e këngëve a është diçka shumë favorite personale jotja apo mendon që ajo favoriti jot apo personale jote ka më bë më një herë hit që ato kanë më kputë dhe kanë më Po transmetuar më tash shumë. edhim vartë edhe pi përzgjedhjes muzikore të publikit, apo më kupton se tash për shembull kanë një herë na keni shumë dëshira të tjera, ka herë publiku. Po cila po mendon ti që publiku ka më veçu më shumë? Mendoj që shka kom ju duk më interesant, cila këngë kom ju duk më interesant, është konga Një lulën e maj, që është, do ma thonë, na moj mand periudhën e pas luftës, e bo famshme këngëtora shpënjuar Tjola Toska, Edhe u knu pak deri me tash, më sa di unë. edhe bram dikush kur shëngoj tha, që të këngë tha se pas në kur. Edhe Tjola ka harru. Po dhe Edhe fix. jo ka harru. Edhe i na mundu mi Alla fix që në maj, e këna marri, i ra fix. Shtash mushim ja qëllu bashkë asemi. Ja taknojmë live që tonë. Po ato live ju s'keni ku më pështu. Ka mora unë këta. Por se folëm që i bën Arditi këndon edhe popullore, Arditi këndon edhe arktuse, Arditi këndon edhe ritme ndryshme, edhe pop, edhe po më intereson sa është e vështirë Ardit mi rujt artistiken në mes këtyre përzierjeve të zhanreve që i kia. Është e ki vështirë. Po me tregu drejtën e dhe dëgjush është, për shembull ku ti ne të performu, këtë vërtet edhe pi vojbit që të e publiki. Edhe gjithmonë pa dosht mi dal jashtë repertoarit ton, vetë një ka njerë pi vrejke, din atë dëshiren që me ngu ndryshe edhe me ngu muzikë që një ma është për që ato momente, abdi ju me shku shablon, për shembull mi qit letrën për pora, ose iPadin edhe mi prek randin bas të akordeve kësi, që ajo paka shumë s'është që kena praktiku shumë, edhe sanë që kena një që se publiki nuk është Po është e vështirë që kjo. u kone vështirë mi kriju, tash shumë ma letë është mi është pjesë shiu, po. është pjesë e stilit tonë Fix. u bë pjesë e stilit tonë dhe ki letë. Qartë. Nashta ta shojmë ku po na del ç'kjo ashtu, hajt pakës. Ta shojnë edhe pak publiku çdo se edhe mos harroni, unë me zi që gjeta ju gjeni me të parën. Mu
Jasha. E kërkuj kjo dy emër Fidan. Je ka merr lakmin në sene kësaj bote, po keni votu? Patjetër. Kthehemi edhe një herë me musafirët e mi më të mirë, emo. Ardit edhe Olind. Po du me dal pakës tek prap të qëto, prap të albumit, domethënë, pse rreth albumit, se mendoj se më ka prasë se diçka live më anis. Nëse kishe mingu albumin ton, për shembull, në kerr, në vetur, me zot madh. Ka aksionis, a kështu për fillimit, a kine par, më duhet ta gjet një fare. Jo, dhe mund ka shku në man shumë pyetje qelluar. Po, a di se ka herë një edhe shtyn. Edhe shtyn, ja. Muj me thonë që mund është vish play mi prek edhe abdin kështu nuk është një kongë që të shkon më në tonë, ose... Për ndryshe për kerr, është super sa në mirë. Se ta më në mrim ku ki me shku. Ku do që ki me shku në Kosovë, se këtë vendet jem qaq. Ku do që ki me shku e ki hazër. Se na edhe ku shkon Prishtinë, pa unal me na i punë benzinës nuk e lojmë, edhe nalëm aty, pauzë, rap kur dalim a vetë mrim edhe dhe i Prishtinë. Kështu që a ta bëjmë diçka pak live? Po më Po. Hajde. Okej, Sasha. Nalim qëtë muzikën në backgroundit. Ai sa po kishte qelur, e ke puti dimri pa e përgëdhelur. E bukur ish lulja, si kur je dhe tije, sa vështire pata, të të marrë në qije. Lulja ime, hajde se dhe du se pa ti moj lule, jetën s'du me qu. Hajde lulja ime, hajde se dhe du se pa ti moj lule, jetën s'du me qu. Të rreshta të i zgjodha, rrush tek buza jo të zgjodha. Të rreshta të i zgjodha, rrush tek buza jo të zgjodha. Me një vreshkor i zot rote, qova rrush ke buza jote. Me një vreshkor i zot rote, qova rrush ke buza jote. Shikan të nasaj sa teme, që se do se vdane tënde. Shikan të nasaj sa teme, që se do se vdane tënde. Shikan të natja dite, shone rrugve nuk më vlet. Shikan të natja dite, shone rrugve nuk më vlet. Shikan të natja dite, shone rrugve nuk më vlet. Shikan të natja dite, shone rrugve nuk më vlet. O, ju lumt Dora edhe Zoni edhe Fyti edhe Mëngjesi edhe krejt ju lumshin. Besian u Lazinuni vëdot mirë mëngjesi ju njerës mrekullueshëm, kaloni mirë. Besianin e kena në Francë për ndryshe, edhe Besian Mustafa nga Mitrovica vëdot përshëndetje për dy më të mirët, Ardidin dhe Ulindin, suksese të më tutjeshme. Faleminderit shumë Besian, faleminderit shumë Mitrovica, faleminderit shumë të gjithë që jeni me neve. Po më intereson Ulind, nëse kishe pas mundësimi zgjedh në artist botnor. Botnor. Me lujt live për shembull, veç një natë me to. Kush kish qenë ai? Po kom qef me di. Kjo pyetja më e vështirë është njëse e cila këngë pëlqen më shumë ti. Asa do më shumë nonën e babën, si më thonë. Për momente nëse ma ka fundin ashta kur mojnë ma në vetë në tukun ma i qasën, a? I influencun, ma i Sting, mu i mishgjerë në ashta për momentin. Sting? Yeah. Sting i ka performu në Tiranë, për mdo këta? Në Shkup, njëm kohën mi, po e kohën shumë ma, për nuk arrit.
Zemra, E nishe edhe firmarën, besoj. shumë, edhe shtar për veti, do kënu, asaj për jetimi, shumë e vjerë. I pa përshkryshëm. Shumë. Inshallah s'ta ka posiki kështu. Inshallah ta ka bo halal, e ja ki bo halal. Hadi. Po më intereson Ardit, kush është kritiki më i ashtë për ju aty? A është familja, mish, vet Arditi u lindi. Familja, Arditi u lindi. Apo tjerë miq që nashta janë komplet aut muzikës, qohet në kusht ta thotë një kritik që se pratish. Kritika më të mëdha e marr të gjithë nga ata që më dojnë dhe i dua, që është e fjala. Jo, një ndër kritikat më të shpeshta që e marr është pi njerëzve të më thonë ma dashur të mi, qoftë familja, qoftë miq, qoftë për shembull në këtë rast u lindi shok që bëj muzikë, tamam çu kemi qef, është që Ardit pse penalesh e pianist, se penalesh e bëdin që kjo është një ndër kritikat edhe më thonë që është kritika ma qëllunja që kom pas. Po. Edhe Si s'pjosu nuk përnal në mërë, po... A përnal është? Ja. Dhe shka qelluar, që nalë, tha. po tash jena pak ilte me gji që dojmë ja qëlluna, Po. dhe nuk po foj unë, po thjesht nima nuk bën më nalë, po shpresoj që të hasim në mirëkuptim në ata që na thojnë Pa tjetër. se penalesh. O Lind, a ka një momente në album ku gitarja flet ma shumë se Arditi? Jo so duhet, s'kum dasht më bo ai kërësoj aty, po i ka, nashta ku mundet me zonë vënd kjo video, është se ja nis këtë albumi është me gitarë, ja nis, Është instrumenti kryesor. që aty ku nga po shihet që është gitarja ka një rol ma fillimi, se Thësha muzikë, bëno si sleshit, të ke, ja, s'pedu, si u di. që ajo nashta para, edhe ka mesi dikun, edhe fundit e kena bo, dhe ma thonë, që ashtu qysh fillon edhe marrën është parafajsisht një farë ure me stileve, Që e farë ekuilibri. ekuilibri, bash. Po më intereson, u Lind tash tu dit për faktin që teknologjia ka nis pak me dominu pak muzikën. Me në ikë prej dorës bile. Ka nis pak as me ik prej dorës. A mendon që instrumentet live janë të hup pak as nashta vëmendje që kanë pas ma herë, që kanë pas dikur. Po, shumë e vërtet, edhe nuk ja ka njësë që një ku. Nashta që u bo shumë e letë, mi mësu, Po. për qasis në internet, edhe me video TikTok, me shumë shkur, tha që për kështu, ju do ka shumë letë gjithë dhe s'pi kape një që të më thonë. E në vaktoni, ku s'ka egzistu as internet, ju do ke një kong play, mi nëzi, vetë ku që kjo not, ku që kjo. E a thu ku ka me mëri kështu, ku do me shka do më ndodh me këtë sistem? Edhe ata që janë të marrë me AI, me sa për lexoj unë, janë të tut prej të mos mujt me zonë hapin me ketchup, me... Ty jo ik edhe aty në vetë. Po, edhe kanë mëndru besoj tash rregullat edhe diskografive edhe drejta të autorit, komandohet një revolucion, se jemi bashkë në mes tranzicionit, ta shohim ku po mërim. Definitivisht është shqetësuese, po një diçka është e mirë. Po duhet mu adaptu, evolucion është. Është një diçka mirë që teknologjia apo inteligjenca artificiale nuk mundet me na zaventsu shpirtin. Shpirtin, që unë që të muhabet e bëj non-stop me... Nuk Më mundet me mona na mi zaventsu eduku, shpirtin, edhe prap se prap unë kur po dëgjoj këngë me edhe nuk po më pëlqejnë. Ja, S'po muj me diçush s'po mundet me mbind. apo mu që Se për shkak që organik, nuk është është organike, this is... Fix. Ama për që edhe e ka dhe unën e mirë, Po për shmirë shembull. në ka, ta letëson punën shumë. Jo dhe që ta letëson punën, por për shembull për do artistat që një ma din që mujnë me performu mirë, për shembull, janë talentuar. Mësohen prej tyre vetëm. Jo, mëson për tyre, po konkurrencë që thonë konkurrencë të keqe nuk ka. Normalisht, konkurrenca Edhe kur pse? tani thotë ju çumër ky me kompjuter shaka bëu, Mu bën me shakomone t'mi se nxit, bëja, po, bën po, edhe i nxit nxit. E kjo është e mirë. E për shto, po them qër njerë vetëm shto vetëm. edukimin prej kujdo që e merr, pavarësisht a është marrë për inteligjencë, a është marrë për njerit, prapë se prapë është edukim ai. Diku duhet, po. Diku Gjithmonë duhet mi marrë, tonë po. kena marrë për dikujt. Domethënë, unë më shumë e shoh si rrezikim nashta të pedagogëve. Ja, Se po. pedagogi s'mundet me ta jap çato që po ta jap ai. Po, veç edhe Një bazë nashta ta jap, një po bazë, shko është atë problemi është s'kam rri alo, po besoj kur ta arrin edhe me komuniku me praktiku. live me ty, ai kur ti pedagogu artificial, se deri me tash ki posti për shembull video të më mësu, po ai nuk u kon aty më thon çu se keq ka Po bën se çfarë, mirë. prek e po. E tash nëse arrin ai ty edhe me të ngu, me të korrigju gjatë
E atëherë Mësimi që atëherë zavendëson një ma pedagogu. Rrezikshmëria. Kështu që ka zavendësu tabelat e shumëzimit e këto kërese. Po du me ditë Ardit, çfarë sakrifice patët, çfarë sfida patët gjatë realizimit të këtij, se na dhe tash kem të folë që u bo krejt, po e dim që pas gjithë kësaj pune ka sfida. Cilat? A do që është që të kur të kryet e mira harrohet. Po tash edhe tash pikthej pak edhe shtinë me manu, për shembull ka pas raste ku jena mbledh se cili kena lënë do punë tona, abdim për marrë mi boto prova, tamam kemi fillu për shembull kur kena po prish kabla. Po. Den gitarës ose Unë rrima. po jo na rrima. Financiarisht me buxhet. Ja këtë vetë kemi Po bërë, vetë. edhe Kjo normal. është një sfidë e madhe sot dush. Sfida. Edhe faleminderit edhe për njerëzve që domethënë që e kanë mbështet në atë kuptimin për krojen morale. Po ka njerë thëmë kur den një sanë i mirë, den pavarësisht sa mund. Edhe ambienti ke i bukur shumë, domethënë, te hoteli 12. Po. Aty u do ke si më smukon Gjakov, diqysh. Shumë interesant. Fix. Unë e që e disha ku është, edhe kur e pash një herë promon që e qite një të shkurt, për një moment harrova. Domethënë e disha ku është edhe harrova. Fix. Domethënë për zgjedhja ku i ke për më thonë që atë ambient e jotja, ha? Arditi u marrë me anën vizuale dhe e ka qëllu fort. Me skenografie, me regjie, me montazh, me kretë. Bravo për Ardit. Ku je Ardit? Atë bëjmë edhe diçka live, edhe një. A keni menu veç ato? Jo, mori. Jo më bojmë sa. Hajt një, cilën? Arrime në maj. Hajde, rrimen ma. Hajt e në maj, vla, se u plakëm. Sa i bukur më. Sa i bukur mu i majit, lullet qelin drano fila, lullë zonë fusha kodra mali, mirja thot kanges bülbüli, lullë zonë fusha kodra mali, mirja thot kanges bülbüli. Këngë të madhe bukra tu i kënue, mujtë kanë që mujtë majit, for në ty jam dashurue, s'më largo e shkur prej malit, for në ty jam dashurue, s'më largo e shkur prej malit. Pritë zot me të mira tuja, pritë zot me të mira tuja. Çka kena me thonë publikut për fund, sepse ardhëm në fund të minutazhës, pse duhet m'ia jap play albumit? Pse duhet m'ia jap play albumit? Mendoj që është një fralloj projekti që nuk ma më rëmene që nuk mund është mja bo replay edhe herë. Orlen, për më intereson me 3 fjalë që kështë përshkru Arditin për fond. Vesh me 3 fjalë. I zellshëm, punëtor. Kaloj me 2. Ardit, faleminderit shumë urime për albumin. Edhe për para se mi përmbyll, do është mi falenderoj disa njerëz që na kanë ndihmu, bashkëpunëtorët. Okej. Mas por i falenderoj djemt. Kjo nis pi Eri Racit, i cili ka ekzekutu me instrumentin e violinës pjesë e projektit. Djen dhe Rjen Musa, dy vëllezërit. Besfort Puska, i cili ka ardhur nga Tirana për mi realizu këtë projekt. Arblind Lila, një djalë shumë i ri, i mirë dhe i talentun. Po ashtu dhe Ulindin. Djalë shumë i talentuar. Po. Normal mërë, se qysh. Jo. Zot më se bën më plak. Edhe i falenderoj djemt Adiso Digital që e kanë bërë një punë shumë të mrekullueshme
Po ashtu falenderojmë edhe Nisi Events, Street Kaboshin, edhe një falënderim shumë të veçantë për hotelin 12 në Gjakov, që na ka ndihmuar realizimin e kësaj figurës që kum dosh vizualitet. Faleminderit shumë edhe për juve, edhe ju uroj shumë sukses. Mu personalisht po më pëlqen shumë albumi, edhe kam qenë njëra prej pjesëve që kam ngu mas shumë ti në kerr tash, derisa të më bëhet bajat inshallah. Të më bëhet, po ju me siguri nuk rëni e qit një dytin, nuk ma leni shumë gat. Ne bësh si Flori. Kur bëhet bajat natë. Rëni gat, ju rap. Ne bëjmë si Flori, na allon e dyshin, na allon e treshin. Po, na allone. Unë duke i falendëruar të gjithëve që ishin me neve, falenderojmë O&M, Megastore, Agushollin, fshatin e Gjelbert, gjithashtu Neoplast Gjakov, Neptun dhe Baucom, të dy loçkat e mia me flamura, po jeni marr. Edhe të gjithë ata që ishin me neve, njerëz në Kosovë e diasporë, kudo tjetër, mos harroni Ardita Pashiku me Ulindin e me pjesëtar tjerë të cilët i përmendi Arditi, kanë më kënaq zemrën, veshin edhe synin me këtë albumin e ri. Shihemi nesër. Ju don shumë jeti keq.